Në janarin e acartë të vitit 1468, qyteti i vogël i Lezhës u mbulua nga heshtja. Në rrugët me kaldrëm, mijëra njerëz të mbledhur në zi shikonin karrocën që mbante trupin e njeriut që kishte bërë të dridhej perandoria më e madhe e botës. Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Ai nuk ishte më një njeri, por një mit që po pushonte mes lotëve dhe lavdis. Por me vdekjen e tij filloi një tjetër histori, një mister që ende mbetet pa përgjigje. Ku janë eshtrat e Skënderbeut? Dhe pse duket sikur Zoti vet i ka fshehur nga sytë e njerëzve? Fundi i një epopeje. Pas më shumë se 25 vitesh lufte kundër osmanëve, trupi i lodhur i Skënderbeut pushoi në moshën 63 vjeçare. Ai u varros në kishën e Shën Nikollës në Lezhë, në një ceremoni madhështore ku morën pjesë princër, klerik dhe luftëtar. Jehona e kësaj ceremonie madhështore ka kaluar brez pas brezi deri sot. Barleti, kronikani i tij, shkruan se njerëzit qanin me zë të lartë, por sytë e tyre shndrisnin si për një perëndi. Dhe në atë moment, Shqipëria humbi jo vetëm një komandant, por edhe një shpresë. Humbi heroin e saj. Legjenda e grabitjes. 10 vjet më pas vdekjes të Skënderbeut, kur osmanët u rikthyen në Lezhë, pasi pushtuan dhe dogjen qytetin, ndodhi ajo që historia e përshkruan si një akt barbar. Vari i Skënderbeut u hap dhe eshtrat e tij u shpërndan. Ushtarët osman, sipas dëshmive të kronikanëve të kohës, morën kockat e tij dhe i varën në qafë si hajmali, duke besuar se do t'u sillnin fitore në betejë. Një hero që kishte friksuar perandorin osmane edhe pas vdekjes, u kthye në një simbol magjik të frikës dhe respektit. Teoritë e fshehjes. Por a është kjo e vërteta? Disa historianë shqiptar nuk e besojnë këtë version. Ata thonë se Barleti, ndonë se një burim i vlefshëm, mund të ketë egzageruar, duke përdorur metaforën e kockave të shenjta për të treguar fuqinë e mitit. Sipas një hipoteze tjetër, familjarët e Kastriotëve mund të kenë zhvendosur fshehurazi trupin e tij për ta mbrojtur nga përdhosja. Disa mendojnë se ai është varrosur diku në rrethinat e Lezhës, në një vend të fshehtë që vetëm pak njerëz e dinin. Ka madje teori që sugjerojnë se eshtrat mund të jenë dërguar në Itali, në ndonjë kishë arbëreshe ku gjurmët janë humbur me shekuj. Para se osmanët të mbërrinin në Lezhë, ata kishin rrethuar Shkodrën. Fundi dihej, forcat shqiptare nuk mund të përballonin fuqinë dhe furinë e ushtrisë gjigande osmane. Për këtë arsye, ata vendosën të largoheshin nga Lezhë, fillimisht drejt ishull Lezhës, e më pas në përmalësinë e Lezhës ose më thellë në malësinë e Matit, ndoshta edhe drejt brigjeve të Italisë. Ata e dinin se çfarë po afrohej, dhe nuk mund të linin pas eshtrat e herojt të tyre, sepse ato do të ishin gjëja e parë që osmanët do të kërkonin të merrnin në dorë. Zërat e popullit. Populli shqiptar ndër shekuj e ruajti këtë mister si një shenjë të shenjtë. Në rrëfime të vjetra popullore përmenden varre që ndriçojnë natën, drita që dalin nga toka dhe ushtar të padukshëm që ruajnë eshtrat e Skënderbeut. Në disa fshatra afër Lezhës thuhet se, në net të caktuara të vitit, dëgjohet troku i kalit të tij që endet në kërkim të Zotit. Këto tregime nuk janë vetëm legjenda. Ato janë mënyra se si populli ruajti ndjenjën e pranisë së tij edhe pa varr. Përplasjet e historianëve. Historianët modern janë ndarë në dy kampe. Ata që besojnë në grabitjen osmane,
duke ju referuar dokumenteve të shekullit 15. Dhe ata që thonë se kjo është më shumë mit se sa fakt. Fanoli, në veprat e tij, shkruan se zhdukja e trupit të Skënderbeut mund të ketë qenë një urdhër i lartë, i mbuluar nga heshtja. Ndërsa studiues italian e francez të shekullit 19 besonin se mungesa e eshtrave nuk ishte rastësi, por një mënyrë që heroi të mbetej i pavdekshëm në kujtesën e popullit. Kërkimet moderne. Në vitet e fundit, arkeologë dhe studiues shqiptar kanë sugjeruar që të bëhen kërkime gjeofizike në kishën e Shën Nikollës. Thuhet se poshtë themeleve të saj mund të ndodhet një dhomë e fshehtë, një kript sekrete ku mund të jenë varrosur mbetjet origjinale. Por asnjë analizë e tillë nuk është bërë ende, sepse autoritetet fetare dhe shtetërore ngurojnë të prekin vendin e shenjtë. Ndoshta nga frika se çfarë mund të zbulohet, ose ndoshta nga frika se mos asgjë nuk do të gjendet fare. Gjithashtu duhet theksuar që nëpër arkivat osmane të kohës, nuk ka asnjë histori apo fakt që osmanët gjetën varrin e Skënderbeut. Teoria që sot po mbështetet më së shumti nga studiuesit është ajo se Donika Kastrioti i ka marrë me vete eshtrat e Skënderbeut, të vendosura në një kuti ose valigje, gjatë udhëtimit të saj drejt Italisë dhe më pas Spanjës. Sipas letrave të shkëmbyera nga shoqërueset e saj në këtë udhëtim, thuhet se Donika Kastrioti e mbante gjithmonë pranë atë valigje dhe nuk e hapi kurrë. Kjo mbetet një ndër teoritë më logjike, pasi është e vështirë të besohet se ajo do t'i linte turqit të shtinin në dorë eshtrat e Skënderbeut. Pasojat e misterit. Mungesa e varrit të Skënderbeut ka krijuar një boshllëk të çuditshëm në historinë shqiptare. Çdo komb e ka një vend ku heronjt e tij pushojnë, një varr, një mauzole, një simbol konkret. Por Skënderbeu s'ka asnjë. Dhe ndoshta pikërisht kjo e ka bërë më të pavdekshëm se të gjithë. Një hero pa varr është një hero që nuk vdes kurrë. Mungesa e trupit të tij nuk është rastësi, është pjesë e legjendës. Si Krishti që u ngjit në qiell, si Aleksandri i Madh që s'u gjet kurrë, edhe Skënderbeu u zhduk nga toka për t'u kthyer në simbol. Ai nuk duhej të kishte varr, sepse varri do ta kufizonte. Ai duhej të mbetej i lirë, i përjetshëm, i padukshëm, në çdo gur, në çdo flamur, në çdo betejë të re shqiptare. Përfundimi. Ndoshta historia s'ka për t'i gjetur kurrë eshtrat e tij. Por mbase kjo është e drejtë, sepse disa heroni nuk duhet të pushojnë në tokë, por në shpirtin e popujve që i lindën. Skënderbeu nuk ka nevojë për varr, sepse varri i tij është në çdo zemër shqiptari që nuk dorëzohet kurrë.